Përshëndetje të dashur Krejper. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është peshku. Peshku tregon në fakt potencialin për rritje të dashur Krejper, pavarësi dhe për të marrë më shumë nga jeta, por duhet të lëvizësh si peshku, i lirë dhe në rrjedhën tënde. Financat, parat janë në lëvizje, mund të ketë hyrje parash, mundësi biznesi, ose ide që sjellin fitim. Kujdesu të mos e bllokosh rrjedhën me frikë ose kontroll të tepërt. Të dashur Krejper. Ti po bëhesh më i fortë, ta them kështu, apo më e fortë emocionalisht dhe më e pavarur. Lejo veten të dalësh nga skemat që të kanë kufizuar, apo e kufizon veten. Lejo gjërat të ndodhin pa i mbajtur me zor, si uji, gjithçka do të gjejë rrugën e vet, nëse nuk e pengon vet. Do të thotë mos ta sabotoni rrjedhën e juaj. Pra, ke më shumë mundësi të dashur Krejper se që mendon, por duhet të lejosh bollukun të vi, apo mirëqenia të vi. Mos kontrollo gjithçka. Lejo rrjedhën, lejo jetën të befasoj. Desha të them dhe e kanë paksa të kufizuar, kufizohen ndoshta dhe nga frika, pasiguria, por që kësaj radhe vërtet Krejper lejoni s'është goxha një letër e bukur për ju.